Fermerët tashmë i afirmuar për eksperimentimin e bimëve të marra nga vende të ndryshme të botës vijon të sjellë risi në fermën e tij në fshatin majtar të Dibrës. Këtë vit ai ka kultivuar një varietet të veçantë e i ardhur nga Italia që quhet Pepino di Meloni. Fermeri Zia Keshi thotë se prej vitesh në fermën e tij ka bërë eksperimente me fruta e bimë nga vende të ndryshme të botës dhe që kanë rezultuar shumë efektive e janë përshtatur klimës së vendit tonë. Pepino di Meloni është një shartim me specit dhe pjeprit apo siç njihet ndryshe bostanit. Por fermeri Zia Keshi thotë se shija që përfitohet është me specit, pjeprit dhe kastravecit, duke bërë atë shumë të veçantë. Sipas Keshit, ai mund të kultivohet në vazo, por edhe në terren të hapur. Kjo është një bimë e shartuar me 2 perime, speci dhe pjepri. Bima ka morë nga speci, kurse frutin ka morë pjeprin. Dhe këtë vit e kemi sjellë këtë varietet. Origjina vjen nga Torino, zona të ftofta, kuptohet. Unë pavarësisht që kam futur në serë se e kisha parë të parë dhe nuk kam eksperiencën e një viti e më shumë. Është një frut që ka 2-3 lloj shijesh, ka të pjeprit, ka specit, ka kastravecit pak. Ananonën edhe kastraveci, nuk ka shumë jam, kuptohet, dhe është shumë produs. Domethënë, deri tani kam arrit, domethënë prej në muaj që kanë marrë fidanat, 3 prodhime deri tani kanë marrë. Edhe vazhdojnë për mbulzim, kjo do të thotë që edhe sezoni e dimnit do bëjë cikël tjetër. Domethënë, shkon gati 4 cikle të frutit në vit. Maksimumi prodhon 5 deri në 6 vite si bimë, dhe nuk prodhon më. Kultivimi bëhet edhe në terren, edhe në vazo, për vazo do të jetë minimumi 30 litrë, sepse do rinë 4 vjet, 5 deri në 6 vite. Për shembull, ky fidan është fidan 4 mujosh, e kena prodhuar këtë vit, 4 mujosh, ja, ka filluar cikël. Automatikisht automatikisht hidhet në vazo. Dhe do vazhdoj ciklin e vet, kuptohet. Shumë hot, domethënë, nuk ose vjen vetëm një llastar, shkon 10-15 llastar vjen, nuk duhet të cënohet preket, sepse unë e kam provu, se e kam prek, domethënë një llastar, e ka ndjetë dobësinë e vet. Kuptohet. Dhe për ta ashtu don një delikatesë shumë të madhe për ta ashtu si fidan. Fidanat kemi 4 gjeneratash, kemi kjo gjenerata më e vogla, kemi gjenerata më të mëdha, kemi gjenerata edhe më të mëdha në kova që ka fruta. 4 gjeneratash kemi fidana. Fidanat mas një muaj qesim trek. Fermeri nga majtare e Dibrës, Zia Keshi, thotë se fidanët e Pepino di Melonit janë gati dhe të gjitha ata që kanë kurreshtje mund t'i marrin dhe t'i vendosin pranë banesave të tyre.